175 fëmijë dhe të rinj të grup moshës 6-20 vjeç janë bërë pjesë e konkursit muzikor Tempo, i cili mbahet për të katërtin vit të radhazi në Gjirokastër si organizim i Qendrës Kulturore Gjiroklasika. Ata interpretojnë në disiplina të ndryshme para një jurie të përbërë nga specialistë muzike që ushtrojnë aktivitetin e tyre brenda dhe jashtë Shqipërisë. Konkurojnë dhe marrin pjesë nga gjitha shkollat artistike të Shqipërisë, nga Kosova që i kemi të përhershëm, dhe veçanta e këtij konkursi është që do të kemi konkurrent nga Mali i Zi dhe nga Franca. Konkurojnë në disiplina piano, violin, violonçel, kitar, muzikë dhome dhe instrumentat frymor. Secila disiplinë ka dhe jurinë e vet, por janë shqiptarë që janë profesor të nderuar, janë nga Italia, kemi pianiste nga Shqipëria, por që aktivitetin e saj e ushtron në Amerikë. Për pjesën më të madhe të artistëve të vegjël, ky edicion shënon pjesëmarrjen për të disatën herë, çka ka bërë që ata të performojnë më të çlirët dhe me plot besim në talentin e tyre. Kam pasur gjithmonë emocione, por i kam rregulluar, por edhe i kam rënë mirë. Gjithë këto dy vitet e kaluara i kam marrë 99 pikë, por unë sot shpresoj që të marr 100 pikë më shumë se 100 pikë, absolut madje. Kam dëshirë që ta vazhdoj derisa të rritem. Por më pëlqen edhe të këndoj, edhe të bëj aktrim. Kjo eksperiencë e këtij viti më ka pëlqyer më shumë nga të gjitha, sepse kam qenë vetja ime më e mirë. Dhe i ra është më bukur se i kam rënë çdo herë dhe nuk është se më interesoj fare se çfarë mendonin ato, thjesht më interesoj se çfarë mendoja vetë. Më interesoi mendimi im dhe unë mendoj se i kam rënë shumë bukur. Shumë të lumtur. Shumë të gëzuar. Si u pritën juria? Shumë bukur. Çfarë ju thanë? Që u kënaqën shumë ne. Cilës vegle i ra? Violinës. Çfarë pjesë kishin? Andantinën, kishim Jute Makabeos dhe Allegron. Do të jetë mbrëmja së dielës kur do të shpallen edhe fituesit e kësaj gare muzikore, e cila u shërbejnë fëmijëve për të testuar njohuritë e tyre sipas disiplinave që ata kanë zgjedhur të studiojnë.